Shefi mbrojtjes së Gjermanisë, generali Carsten Breuner, ka ngritur alarmin për një kërcënim të mundshëm ushtarak nga Rusia ndaj NATO-s brenda 4 viteve të ardhshme. Ai theksoi se Moska po rri ndjeshëm kapacitetet ushtarake duke prodhuar qindra tanke dhe miliona fishek artillerie, jo vetëm për luftën në Ukrainë, por edhe për krijimin e stoqeve strategjike me potencial për një ofensiv ndaj shteteve balltike, anëtare të Aleancës Perëndimore. Breuner paralajmëroi se rreziku është real dhe se një sulm mund të ndodhë deri në vitin 2029, ndoshta edhe më herët. Ai kërkoi që NATO të qëndrojë unifikuar përballë kërcënimit rus, veçanërisht në një kohë kur disa vende anëtare si Hungaria dhe Slovakia kanë shfaqur qëndrime të ndryshme për luftën në Ukrainë. Deklaratat e tij vijnë pak para një samiti të rëndësishëm të NATO-s në Hag, ku do të diskutohen tema kyçe si buxhetet e mbrojtjes dhe qëndrimi strategjik ndaj Rusisë. Breuner e përshkroi situatën aktuale si më seriozen që ka përjetuar në 40 vite të shërbimit e tij ushtarak, duke nënvizuar se Rusia po përgatitet jo vetëm për të vazhduar luftën në Ukrainë, por edhe për një konfrontim të mundshëm me Perëndimin. Në këtë kontekst, ai kujtoi rëndësinë e nenit 5 të NATO-s, i cili parashikon mbrojtjen e përbashkët në rast të një sulmi ndaj një shteti antar.